A keni menduar ndonjëherë pse namazet juhen Fexher, Dhohër, Asr, Maghrib dhe Isha? Allahu e ka caktuar secilin namaz në një kohë të caktuar të ditës dhe çdo moment varg një kujtesë të bukur për besimtarin. Fexher, sabahu, kur drita e parë çan errësirën, filloje ditën tënde me Allahun para se të nisë bota. Dhohër, dreka, kur dita është në kulmin e ngarkesës, bëj një pauzë dhe kujto ai që të jep fuqi. Asr, ikindia, kur dita fillon të zbehet, një kujtesë se kjo jetë e kësaj bote po kalon. Maghrib, akshami, kur perëndon dielli, falendero Allahun tekse po përfundon edhe një ditë tjetër. Isha, jacia, kur bota hesht, përfundoje ditën tënde duke kujtuar atë që nuk flen kurrë. 5 namaze, 5 momente, 5 ftesa nga Allahu. Namazi nuk është barë, është Allahu që të thërret të rikthesh tek ai gjatë gjithë ditës tënde.